Nëse zgjoni çdo mëngjes të lodhur, edhe pse keni fjetur tetor të plota, problemi nuk është numri i orëve. Problemi është diçka që po ndodh brenda trupit tuaj çdo natë, pa ditur ju fare. Shumica njerëzve mendojnë, kam fjetur tetor, duhet të jemi çlodhur, por gjumi nuk matet me orë, matet me cilësi. Dhe sot do t'ju tregoj saktësisht pse trupi juaj po ju mashtron çdo mëngjes. Dhe çfarë mund të bëni që nga sonte që të zgjoni me energji të vërtetë, jo me lodhje të fshehur. Qëndroni deri në fund, sepse pika 4 është ajo që ndryshon gjithçka për shumicën e njerëzve, dhe pothuajse askush nuk e di. Për të kuptuar pse ndiheni të lodhur, duhet të dini se gjumi nuk është një gjendje e vetme. Trupi juaj kalon nëpër disa cikle gjatë natës, dhe cikli më i rëndësishëm quhet gjumi i thellë. Ky është momenti kur truri riparon qelizat, forcon kujtesën dhe pastron toksinat e grumbulluara gjatë ditës. Problemi është ky: ju mund të flini 8 orë të plota, por nëse trupi nuk arrin kurrë në fazën e gjumit të thellë ose kalon shumë pak kohë atje, zgjoni sikur të mos keni fjetur fare. Është si të fikni kompjuterin pa mbyllur siç duhet. Ai rindizet, por ka mbetur diçka pezull. Por cili është faktori kryesor që pengon gjumin e thellë? Drita blu. Ekranët e telefonit, televizorit dhe tabletit lëshojnë një dritë që truri interpreton si dritë dielli. Kur shikoni telefonin para se të flini, gjëndra që prodhon melatoninën, hormonin e gjumit, ngadalësohet. Rezultati, truri hyn në gjumë më vonë se sa duhet, edhe nëse ju mbyllni dritën në orën 10. Faktori 2 është darka. Nëse hani një vakë të rënd pak para gjumit, stomaku juaj vazhdon të punojë gjatë gjithë natës. Trupi ndan energjinë mes tretjes dhe riparimit qelizor, dhe kur duhet të zgjedh tretjen. Kjo do të thotë më pak kohë në gjumin e thellë dhe më shumë kohë në një gjumë të cekët të shqetësuar. Pra, ju mund të flini 8 orë, 9 orë, madje 10 orë, por nëse cilësia e atij gjumi është e ulët, trupi juaj kurrë nuk arrin të bëjë punën që i nevojitet. Kjo është arsyeja pse ndiheni të lodhur, edhe kur ora ju thotë se keni fjetur mjaftueshëm. Tani që e kuptoni problemin, le të shohim çfarë mund të bëni realisht nga sonte. Zgjidhja e parë, rregulli 1 orë pa ekran. 30 minuta deri në 1 orë para se të flini, lërni telefonin me një anë. Nëse është e vështirë, të paktën aktivizoni modalitetin e dritës së ngrohtë në telefon. Shumica e telefonave e kanë këtë funksion në cilësimet e ekranit. Kjo lejon trurin të fillojë prodhimin natyral të melatoninës në kohën e durr. Zgjidhja 2. Darka 3 orë para gjumit. Nëse hani darkë të rënd më njëherë para se të shtrini, po detyroni trupin të zgjedhë mes tretjes dhe riparimit. Mundoni të hani të paktën 3 orë para gjumit. Dhe nëse jeni të uritur më vonë, zgjidhni diçka të lehtë, një jogurt ose disa arra, jo një vakë të plotë. Zgjidhja 3. Temperatura e dhomës. Trupi ka nevojë të ulë temperaturën e brendshme për të hyrë në gjumë të thellë. Nëse dhoma është shumë e ngrohtë, kjo pengohet automatikisht. Temperatura ideale për gjumë është midis 18 dhe 20 gradë Celsius. Provoni të ulni pak temperaturën e dhomës këtë javë dhe do të shikoni ndryshimin që natën e parë. Zgjidhja 4. Dhe kjo është ajo që pak njerëz e dinë, orari konstant i gjumit. Trupi ka një orë biologjike të brendshëm. Nëse flini në orë të ndryshme çdo natë, sonte në 11, nesër në 1 të natës, trupi kurrë nuk arrin të krijojë një ritëm të qëndrueshëm për fazat e gjumit të thellë. Kjo është arsyeja pse dikush që flet gjithmonë në të njëjtën orë, edhe nëse flet pak më pak, shpesh zgjohet më i çlodhur se dikush që flet me orë të ndryshme çdo natë. Trupi juaj ka parashikueshmëri, jo vetëm sasi. Zgjidhja 5. Drita natyrale në mëngjes. Sapo zgjoheni, kërkoni dritë natyrale. Hapni perdet ose dilni pak jashtë për 5 minuta. Kjo i tregon trurit se dita ka filluar. Ndal prodhimin e melatoninës, mbetur dhe rregullon orën biologjike për natën e ardhshme. Njerëzit që marrin dritë natyrale në mëngjesin e hershëm kanë gjumë dukshëm më të thellë natën pasardhëse. Nëse zbatoni qoftë edhe 2 nga këto 5 pika këtë javë, do të vini re ndryshim brenda 3 deri në 5 ditësh. Nuk ju duhen ilaçe apo suplemente të shtreta. Vetëm rregullimi i zakoneve që tashmë i keni, por i bëni në mënyrë të gabuar. Tani më thoni në komente, cilën nga këto 5 zakone e bëni gabim ju. Shkruani numrin dhe unë do t'ju përgjigjem personalisht me një këshill shtesë për situatën tuaj.
Nëse kjo video ju ndihmoi, mos harroni të pëlqeni dhe abonoheni në kanal, sepse çdo ditë do sjell video të reja për zakone të thjeshta që ndryshojnë shëndetin tuaj, pa pasur nevojë për gjëra komplekse apo të shtreta. Faleminderit që qëndruat deri në fund dhe ju urojmë gjumë të mirë sonte.